Përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish në kanalin Monitor TV. Sot për të komentuar ngjarjet, dinamikat dhe si do të shkojnë gjërat në raport me Gjestin, me Eglin, me Fifin dhe marrëdhëniet e tyre. Domethënë siç duket, tashmë marrëdhënia me Fifin ka përfunduar. Por a do të përfundojë marrëdhënia me SBS-in nga ana e Eglit? Egli ka bërë një kontratë që vazhdon të jetë me këtë kompani të madhe dhe shumë gjigande, që janë disa artistë shqiptar, përfshirë Luizin, Ermalin, Teutën, Shkurtën, e disa të tjerë domethënë, Melinda e shumë të tjerë. Por a do vazhdon të jetë Egli? Egli nuk ka thënë gjë për këtë pjesën, por nga ulumtime që ne kemi bërë, Albosi, një mik i afërt i Gjestit, një menaxher i mrekullueshëm, do të nxjerrën këngën e tij, domethënë për pak ditë do ta ketë në treg. Dhe nga informacione që më kanë sjellur miqtë të mi të afërt, të cilët dua t'i falenderoj nga zemra, më kanë treguar që Egli dhe Albosi do të kenë një bashkëpunim. Domethënë këngët janë regjistruar shumë herët. Albosi dhe Egli do të kenë një bashkëpunim. Albosi e nxori Eglin në Instagramin e tij, ju e mbani mend, e nxori e publikoi në story plot video të Eglit, plot video të Gjestit. Domethënë ai që atëherë tregoi që bashkëpunimi me Eglin do të jetë një coming soon i shpejt, dhe thuhet që Egli ka edhe 2 këngë me Gjestin që do t'i sjellë së shpejti në treg. Tani kjo nuk kupton, thënë shkurt e shqip, që Egli 99.9% ka shanse të kalon në menaxhimin e Gjestit, sepse edhe unazën dje pikërisht të martesës, Egli e kishte vënë në dorë. Tani simbolika që Egli ka vënë në dorë unazën e martesës, tregon që marrëdhënien me Gjestin e ka shumë të mirë dhe gjërat mes tyre po shkojnë shumë bukur. Në qoftë se Egli do të kthehet në kompaninë në të cilën është Gjesti, me patjetër që shumë këngë do të ketë me Gjestin. Kjo kompani menaxhon Ylli Limanin, menaxhon Dhurata Dorën, menaxhon Gjestin, do thënë do të ketë bashkëpunim me Yllin, do të ketë bashkëpunim me Gjestin, edhe pse me Gjestin i ka 2 këngë Egli, por edhe me Albosin. Dhe thuhet që zënkat e kohëve të fundit mes Eglit edhe Gjestit kanë qenë këto: pse Egli nuk ka shkuar në menaxhim me Gjestin, por ka shkuar në menaxhim me SBS-in. Do thënë, këto janë thashethemet që fliten lart e poshtë për Egli Takon. Egli tani e ka të gjithë fuqinë e mundshme në dorë të vendosën se kujt do t'ja beson famën e saj, kujt do t'ja beson karrierën e saj, a të vazhdon të qëndron tek SBS-i, por pa patur bashkëpunim me Fifin, sepse edhe SBS-i ka interes shumë të madh për ta mbajtur Eglin, sepse Egli ka miliona klikime, apo të kalon tek 316 Music, kompania tjetër, e cila është menaxhueshme nga Bonarti, dhe të bën bashkëpunime të një pasnjëshme me Gjestin. Unë jam shumë i bindur që Gjesti, duke ditur se kjo punë është një punë shumë e rrezikshme, domethënë ai ka treguar që në këtë drejtim është të djegur shumë vetë, unë jam shumë i bindur që ai do ta merr Eglin nën menaxhimin e tij dhe marrëdhënia e tyre do të jetë e mrekullueshme, do të jetë fantastike. Që ka Egli këngë me Gjestin, kjo është 100% e vërtetë. Që ka Egli këngë me Albosin, kjo është 100% e vërtetë, sepse Albosi e nxori Eglin në story dhe publikoi fotografitë e Eglit. Domethënë, derisa ti zyrtarizojmë lajmet, ne do t'i japim një herë vetëm si amencime, derisa domethënë na i vërtetojnë që janë lajme të vërteta, dhe më pas do dalim dhe me faktet e vërteta. Por 99.9% të amencimeve janë shumë të vërteta, nga që Gjesti u duk qartë as di që po menaxhon bukur marrëdhënien me Eglin, dhe vetëm unaza në dorë e vën nga Egli në shenjë respekti për të bërë shqiponjën në mbështetje të kombëtares, tregoi që marrëdhënia e tyre është shumë e bukur. Tani, tek artistët shqiptar, në menaxhimin e tyre, batica dhe zbatica të llojit të këtill ka gjithmonë,
situata të llojit të tillë ka gjithmonë dhe normalisht ato do të jenë në qendër të vëmendjes, por me kalimin e kohës do të tregohet gjithçka. A do vazhdon Egli me SBS-in që nuk ma merr mendja, sepse siç duket çdo marrëdhënie më është prishur dhe çdo fotografi është hequr të paktën nga akontet private të dy vajzave, si Fifit dhe Eglit, por a do t'jetë Egli me 316 Music? Ndoshta dhe do t'jetë, sepse ka këngë me Albosin dhe pritet që të ketë këngë edhe me Gjestin, që do me thënë kënga është finalizuar. Albosi do të nxjerrë projektin e tij së shpejti, të parin dhe më pas pritet që të publikojë me Egli Takon.